Dashuria për Allahun është drita që ndriçon zemrën, kur gjithçka tjetër është në errësirë. Kur e do Krijuesin më shumë se gjithçka në këtë botë, atëherë çdo sprovë të kthehet në një bekim, çdo pengesë në një mundësi të re, dhe çdo lutje që ti bën të kthehet në prehje të shpirtit.